Duan të bënë edhe të marrin pushtet pasuron shpejt, pa një kontribut, pa një lloj formimi, pa një lloj. Pra është ky trendi masiv së auditorive që duan të arrijnë një lloj fame, një lloj pozicioni pa punu, pa u po themi pa u përkushtuar. Jo, aty është ka një shkallë të lartë rreziku shumë. Jo, s'është aq. Më thënë, si pagim, do flasësh ti. Nuk është aq gogol gjëja. Se ky është momenti. Siç e shoh unë kam punuar 3 fishin e këtyre. Siç e shoh edhe në kohë të komunizmit, edhe në kohë pas komunizmit, edhe me qeverinë Berisha, edhe me qeveritë e tjera socialiste, dhe shoh sot se si shkon puna në administratë. Administrata është thembra e akilit të këtij shteti. Kur thej 180.000 punonjës, po ta krahasosh raportin me numrin e popullsisë, i bie të jetë një 9% ose 10%. Në shtet. Në qoftë se nuk e ke shifrën e saktë. Punoj në shtet. Jo, shifra është 180.000, ndoshta edhe më shumë. 186.000. 186. Se unë kam informacion pak më tepër, po megjithatë mos bëjmë tani konkurrentët, se kush e di, se kush është më shumë. Po 180.000 po themi. Po. Përbëjnë realisht më shumë se 10% të popullsisë, dhe po t'i hysh dhe më thellë, ta marrësh për frym që kanë fuqi të punojnë sot në punë të përditshme, i bie të jetë 2 fishi shifrës. Se merret i staci, besojmë. Jo, po flas tjetër gjë. Ke pasur shtet në botë që t'i bëj një konkurrencë të frikshme privatit? Më përmend një shtet në botë që i bën një konkurrencë të tillë privatit ku e konkuron atë me paga më të shtrenjta dhe pa i hequr asnjë lloj detyrimi. Domethënë, privati kaq mundësi ka të paguaj se kaq i japin realisht dhe ato punëtor. Ka qenë modeli, ka qenë deri në 2014-ën, ka qenë Kina që ka pas të model, por që nga 2014-a, se nuk e di për Koren e Veriut dhe Kubën. Shtet komunist, domethënë. Po, nuk e di. Kemi bërë shtet komunist. Po ta mbarojmë. Greqia para se të kapë. Komunist nuk të falen. Jo, nuk është shtet komunist, është shtet politikisht komunist në aspektin e tregut, është në ekonomi tregu. Kina, kështu që ka është një kanë bërë një hibrid. Që po bëhemi si Kina, Po edhe Kina ka pas një model, që po them kundërtën, nga 2014 e mbrapa, kaloi që më shumë se gjysma dhe tashmë është pothuajse mbi 2/3, 3/4 e konkurrencës është në favor të privatit. Nuk e njoh Kubën dhe Koren e Veriut se nuk ka dhëna për to, po edhe Kina ka kaluar në sektorin privat pjesa më e madhe e profesionistëve të tjerë. Kjo politika pagash që bën shteti. Politika pagave është bërë për 2 arsye, me si e shoh unë. E para që të stimulojë sektorin privat që të arrisë, se shteti nuk mund ta urdhërojë, pra qeveria rasti konkret, jo shteti, nuk e urdhëron dot privatin dhe arrisë pagën mesatare. Çfarë ka psuar eksporti me rënien e euros? Ku gjysma më e madhe, ne nuk kemi vend që provojmë ne, domethënë. Eksporti nuk ka psuar, është zerruar, ka dallim ndërmjet psimit edhe shkatrimit. Eksporti që ne është pothuajse shkatruar. Pasonët janë pothuajse. Si ja bën këtë konkurrencë? Kjo është konkurrencë. Nuk ja bën për ta nxitur. Ti po e konkuron realisht. Absolutisht dakord jam. Absolutisht dakord jam. Ku ka shtet në botë që e bën këtë pra? Deri më sot nuk e di të ketë, në kontinentin evropian nuk ka, as Moldavia nuk ka të tillë. Pikërisht pra. Greqia ka qenë para 15 vitesh më zotëri, po them. Edhe në 2009 kolapsoi. Privatin, të duket politik nxitse?